Zoti Gjaferi, ju ishit në procesin e Lapajt. Me që kuptova unë nga sekretari i përgjithshëm, sepse Lapaj është një angazhim tjetër dhe kemi ditë njëjtë, si thash, ju ishit në atë protestë dhe mirë bet. Ju dërgoj partia, po ishit shkuat vetë? Kisha ardhur ftesë patjetër nga Partia Shqipëria Bëhet dhe normalisht në koordinim dhe me lejen e partisë shkova me një grup të rinj, pra po ishte patjetër dhe dëshira ime personale. Ishte dhe dëshira personale. Vetë ofrova. Nga këto partit e reja të cilët morën pjesë në zgjedhjet, se këto janë krijesat e reja tani për shembull, ose thirrja e Dashit që përmendi e sforcuar duket edhe kjo, thirrja e Dashit të tjetër, ai ka çdo njeri ka drejtë të gjithë jetën e vet punojnë të përpiqet për të rikthyer, për të kthyer sa doj politik. Por nga forcat që ne kemi, unë mora këta të cilët matën forcat dhe morën Agronika, deputet. Zoti Dëshamir Shehi mori ca vota, po nuk i përktheu mandate, dhe i ka marrë vota. E po, Agroni si përktheu në mandate, Lapaj nuk i përktheu do të mandate, sepse Edi Rama, po themi Edi Rama dhe Sali Berisha, që nga 2008 kanë vrarë kodin zgjedhor, e kanë ekzekutuar. Unë mendoj që nuk është e kanë pushkatuar, po, pse është ndryshe? Po para 2008-ës ka qenë sistem mazhoritar, që partitë e vogla s'kishin asnjë shans në atë 100-ën e mandateve. Pastaj te proporcionale me korrektues kombëtar, vetëm me ndihmën e partive të mëdha merrnin mandate. Nëse trafikoi vota në mënyrën e megadushkut. Pas 2008-ës në sistemin rajonal proporcional, ka shanse më të larta për partitë e vogla, po në fakt kodi u vra në 2020-ën kur nuk u plotësua marrëveshja që u bë në praninë e ambasadës amerikane, ku hoqën koalicionet parazgjedhore. Dhe tani, ky sistemi sot që vi detyron partitë e vogla. Koalicionet nuk janë nejtë. Po pra hoqën në 2020. Jo. Po, është 100%. Kjo është. Mirë. Po e vërtet është. Po është e vërtet. 2020 janë hequr koalicionet. 2020 janë hequr. E bëri Rama vetëm. Tani, dhe pikrisht, kjo gjë i vrau përfundimisht partitë e vogla që i detyron o të kenë identitetin e tyre dhe të humbin shumë mandate, ose të bëhen një zgjatimi i partisë madhe në lista dhe mos prodhojnë as vota. Ti informojnë shikuesit. Po tjetër, ja, jemi dy veta që e themi. Koalicioni brenda një listë zgjedhore s'ja ka ndaluar. Jo, koalicioni me para zgjedhore me lista të ndara. Me lista të ndara. Kjo pra është identiteti një partie. Kjo është shumë e madhe, kjo është i dëm që ti e vret partinë e vogël. Ndërkohë, sistemi 2008-ës e ndihmonte partinë e vogël, se me listën tënde garo 140 kandidat, diku do korrektohesh në mënyrë proporcionale rajonale dhe mund prodhonte më shumë mandate. Koalicionin tërësi, po dhe partitë e vogla në veçanti. Pra, po e bëra këtë vetëm për korrektim, si kështu. Pra, unë mendoj që 2020-a, me dalje nga sistemi parlamentar të opozitës së asaj kohe, u vra çdo sistem i mundshëm dhe për partitë e vogla. Tani, që të rikthesh koalicionin parazgjedhor me lista të ndara, ku partitë të kenë identitetin e tyre, programin e tyre, po dhe për arsye strategjike, taktike, bashkohen drejt një koalicioni, duhet presion dhe duhet bashkëpunim. Pra, prandaj thash që në fillim, mekanizmi Partia Demokratike mos shikohet si gogoli për partitë e vogla, por mund shikohet si mekanizmi që mund t'i mbrojë partitë e vogla. Ne nuk jemi për të zhdukur partitë e vogla, as identitet. Nga ky proces nuk do dalim të bashkuar. Nuk është Besart Gjaferi. Nga ky proces nuk do dalim të bashkuar në një parti. Jo, ta korrektoj dhe unë, më lejo ta korrektoj. Nuk është Besart Gjaferi. Dhe unë jam plotësisht dakord. Unë e di dhe linjën e Partisë Demokratike dhe kryetarit, se kam biseduar. Partia Demokratike. Ne nuk duam Partia Demokratike. Atë e vendosi elektorati. Por ama votat që marrin të maksimizojnë në mandat. Partia Demokratike dhe Edi Rama që nga viti 2008 kanë ekzekutuar partitë e vogla. Partitë e vogla kanë qenë asgjë para 2008-ës. Pra, në çfarë sistemi mazhoritar mund të fitonte një parti e vogla? Po Ilir Meta pse u fut në grevë pse? Unë nuk e di pse Ilir Meta në grevë. Unë them me një bindje pak me një gjykim të ftohtë dhe me numra, ka qenë më e vështirë para 2008-ës për partitë e vogla të prodhonin mandate dhe madje i prodhonin në mënyrë të trafikuar votër si megadushku. Kush e ka ndjekur politikën? Dy personazhe që kishin këtu, por dhe Lapaj më tha mua, me Sali Berishën kur, tha, më tha në lidhje kur bëm bashkë. Tani, Zoti Shehaj dhe Zoti Qori thanë qartësisht që ne nuk bashkohemi. Ju keni deklaruar që Sali Berisha duhet largohen nga drejtimi i PD-s siç e parashikon statutin se nuk arrin të sigurojë dot zgjedhje të parakohshme. I qëndrojnë këti mendimi apo atë vendim apo mendime sido që tjetë e vendosin anëtarët e Partisë Demokratike, pastaj unë mendimin tim jo, tani mos e mendimin e anëtarëve dim. Kam thënë një herë, ylli është lajm shumë i vjetër. I vjetër.
Lajmi Do me, është i vjetër për dhe nuk ka ndryshuar se. Është lajmi vjetër. Do ishte i ri po të ndryshonte. Po dakord apo. Lajmi vjetër. Okej. Atëre. Mendim nga një agent ndryshon shumë. Zoti Axhiu, zoti Tela, Adriatik Lapaj duket si më afër idesë bashkimit. Masë dëgjuam. Edhe disa forca të reja që po krijohen tani tha, për dikush për diasporën, dashje ishte dhe është vazhdimisht. Tani, ç'mendoni kush humbet dhe kush fiton nga kjo? A fiton Lapaj? Ja po Berisha. Në fakt po të bashkoheshin nuk ka rëndësi se fiton Berisha apo fiton a fiton tjetri apo fiton ky apo fiton ky emër. Por unë do ta bëj si pyetje këtë si gazetar. Sepse në fund të fundit dhe gjithë kjo kërkesë është për vota tani, që të mos e fshejmë, të mos fshihemi pas gishtit. Se nuk është për vota. Nuk se e kërkoni agronin ju pastaj për... Po nuk është për vota. Është farimore. Nuk është për vota. Thjesht jemi bashkë. E kërkoni Nuk është për vota, mëse partia mundësia mund të ketë 50.000 vota 11 Me ka maj. idem për të Po aq më 50 ai, 150 Nuk është për vota. 50 Lapaj. 50 ai, 150 fiton Nuk zgjedhjet. është për vota, sepse 11 maj është një foto e votave të partisë. Partia mundësia mund të jetë 100.000 vota sot. Po. Mund të jetë 20.000 nëse bën vendime të gabuara. Dhe Partia Demokratike ishte 530.000. Mund të jetë 600.000 nëse ka bë vendime të dhura, mund të jetë 400.000 nëse ka bë vendime të gabuara. Nuk është çështje votash. Kjo është çështje për të barazuar garën. Tani barazimi i garës, nëse është dhe protesta e fragmentarizuar, bëhet akoma dhe më e pamundur. Nëse protesta është e përbashkët, në një numërues të përbashkët, mund bëhet më e mundur. Mund të kesh vëmendjen e ndërkombëtarëve më kollaj. Mund të kesh presionin shoqëror më të lartë. Pra, nuk është çështje bashkim votash, apo bashkim programesh, apo bashkim ideologjish, apo e gjithçka është që çfarë mund ta bashkoj mbi ndasitë tona. Ne do kemi ndasi sa të duash. Patjetër zoti Shejaj do ketë ndasi me Partinë Demokratike se si ne përcaktojmë drejtsinë. Dhe e pranojmë këtë ndasi. Por ka edhe një gjë tjetër përbashkët. Një analist që zoti Shejaj shef zoti Ramën autokrat, nuk e shikon një kryeminist legjitim të Shqipërisë. E shikon një autokrat. Edhe Saliun e shikon si autokrat. Ose e shikon si që më shkruan një analist, Ermali filloi lëvizjen për dialog sot me njeriu në... Zoti Shej mund të ketë 15, zoti Shej vë kushte zotit Berisha. Ore, apo jo? Ju keni filluar. Tani doni dialog në një parti që ka bërë monolog për 30-40 vjet. Po hapim dialogun. Dhe dialogu, kur vjen çështja të kush është... Nuk ta pranon mo zotëri, nuk ta pranon. Kur vjen çështja të kush është kryeministri, vjen kushte edhe më të forta. Kur numrat janë mjaftueshëm për... Tela dhe... Besart, unë e kam një, së pari një konstatim, pastaj një papajtueshmëri me këtë që po kërkohet realisht. Nëse këto parti kanë dalë nga Partia Demokratike, për një arsye të vetme, për shkak të një leadershipi, edhe, domethënë, është e vështirë të bindësh edhe ata dhe elektoratin që të hynë brenda një ombrele të pandryshuar ose leadershipi pandryshuar.